Kryekomisioneri i zgjedhjeve të 11 majit, Ilirian Celibashi, ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në konferencën për shtyp. Ai tha se nuk ka kontestime nga palët për tabelat që paraqesin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve brenda vendit. Nuk ka flet votimi të shtuara as vota të trafikuara. Mbetet të vlerësojnë pretendimet që lidhen me sa është respektuar integriteti i votës së qytetarëve në procesin e marrjes së zarfave dhe kthimit të tyre përmes kthimit postar. Pyetje sa u aplikua treni bullgar në votime, Ilirian Celibashi ju përgjigj se nuk na është bërë me dije, por ajo që mund të them pa hezitim është se rasti duhet të hetohet nga organet e procedimit penal për t'i dhënë përgjigje shqetësimeve të paraqitura publikisht. Ne jemi në një marrëdhënie kontraktuale me DHL-n dhe jemi në momentin kur do duhet të ulemi dhe do të ulemi me atë si kontraktorin ton dhe të shohim se si e kanë përmbushur detyrimin kontraktual. Për momentin nuk mund të bëj komente, jo për momentin, po nuk jam i lejuar që të bëj komente dhe të jap opinione në lidhje me shërbimin e DHL-s. Ne do të vlerësojmë kontratën, dhe vlerësimi i kontratës nuk është opinion, është interpretim i zbatueshmërisë së kontratës. Do të ulemi me atë më së pari dhe pasaj do të themi ky subjekt, pra operatori, e ka përmbushur detyrimin kontraktual apo jo? Jo, nuk kemi djeni, nuk në është bërë me dije, por ajo çfarë mund të them pa hezitim është që rasti do duhet të hetohet, të verifikohet nga organet e procedimit penal. Duhet, patjetër, për t'i dhënë përgjigje shqetësimit të paraqitur publikisht. Për votime brenda vendit, në djenim time nuk ka kontest për përmbajtjen e tabelave të rezultateve. Nuk e di të them për të gjitha rastet 100%, por ne sa herë që kemi një shqyrtim, një miratim të tabelës përmbledhëse, e kemi në atë moment informacion në lidhje me miratimin apo jo të këtyre tabelave nga anëtarët e KZZ-ve përkatëse.